Jemi i takuar, u tha se ishte rënd psikologjikisht. Sabiani zbulon si është gjendja e Beatrixit pas daljes nga Big Brother VIP Albania. Sabiani ka qenë i ftuar së fundmi në emision ku ka rrëfyer eksperiencën e tij në Big Brother VIP dhe jo vetëm. Këngëtari është pyetur nëse ka patur kontakt me Trixën pas daljes së saj nga shtëpia, duke qenë se u përfol në media sociale se ishte në gjendje të rënduar psikologjike. Ai ka treguar se janë takuar natën e spektaklit dhe më pas ka folur me Antigonën, e cila ka treguar se Trixa është mirë dhe në gjendje të stabilizuar, por momentalisht i duhet pak kohë të marrë vete nga ndryshimi. Gjithashtu ai ka treguar se e ka patur Trixën si vajzën e tij brenda shtëpisë dhe jo vetëm.